Dy vatra të mëdha zjarri vijojnë të jenë aktive në Krujë dhe Mallakastër duke rrezikuar zonat e banuara, siç duket edhe nga pamjet në Krujë, flakët kanë përfshirë pyllin në shpatin e malit dhe të favorizuara nga era po afrohen drejt rreth 30 banesave në fshatin Albaze. Situata është e vështirë dhe për shkak të afërsisë së zjarrit me spitalin e Krujës, flakët po përhapen drejt majës së malit ndërsa kërkohet ndërhyrje nga ajri për të frenuar përhapjen dhe për të izoluar vatrat. Ndërsa në Mallakastër zjarri në zonën e Hekalit është përhapur me shpejtësi drejt zonave të banuara, policia ka evakuuar disa familje nga fshati Kojlac, ndërsa flakët po favorizohen nga era dhe po lëvizin në drejtim të Hekalit, Panahorit, Ribanit dhe Ngraçanit. Në të dyja zonat vijon operacioni me forca zjarrfikse, polici, emergjenca civile dhe struktura të tjera në terren, ndërkohë grupet hetimore po punojnë për përcaktimin e shkaqeve, ndërsa autoritetet u bëjnë apel qytetarëve që të mos ndezin zjarre dhe të raportojnë çdo rast.